shet vetën sensin e keq. Dhe unë të thash, dhe ti ke shitur, ti më the mua si të vjen turp që më përdor historinë dhe unë kam thënë, edhe ti e ke shitur veten, sepse ke përdorur një histori tënde. Ta ktheva në të njëjtin konnotacion, patjetër që nuk është e drejtë, patjetër që nuk është e drejtë. Dhe absolutisht, absolutisht edhe unë ty ta kam thënë që nuk është e drejtë. Në asnjë kur kemi bërë vetë bashkë, nuk është absolutisht Ostelin. Beso, jo kjo është një lidhje, unë të uroj gjithat mirat. Më beso, si femër, realisht edhe si lojtare, më të uroj gjithat mirat, unë shpresoj që ti, gjëse zemra jote bën bam për kesin, ti e dina gjë, edhe të uroj që ti të bashkohesh, por më beso, unë kam njoft njerëz të tillë. Njerëz të tillë të konsumojnë, edhe kesi po e tregon, po konsumojnë edhe njerëz të tjerë këtu në shtëpi. Po me se vetën edhe gjën. Am kupton ku të flas. Të kuptoj. Unë ndoshta ka qenë momenti, unë do ta kisha shpreh këtë gjë ty si këshill më vonë. Duhet kishe pritur pra, ajo është ide. Më vonë ndoshta, por që unë kam marrë me idenë me të sulmu kur të kam thënë Ostelin. Ajo ka qenë gabimi jo. Jepja të që meriton këti djali. Ajo ka qenë i vetëm gabimi jo. Jepja more, mos jam daj, po trajtoje moj, po Igor zhduku. Dhe ajo goca ka njëta afërmej në ditët që unë kam kaluar më shumë keq. Ajo e di më mirë se ka gjithë tjerë tu. Ka nar njerëz tjerë të më thënë mu, ti nuk ke ndjeshmëri për një person që qanë dhomë. Ka ardhë Greta, ma ka thënë, kam thënë, o Gret, të lutem, a din qa flet? Edhe nuk jam përgjigj me Gretën, nuk jam zënë me Gretën për këtë gjë. Kupto? Ti tha, ma përdori kundra, këtu kemi qenë. Sepse ti vazhdoje gjithë ditën, nuk ta ka përdorur kundra, se s'ka pas ajo. Jo, unë s'po flisja me Gretën për situatën tënde. Jam shumë dakord. Dëgjoj, do më dëgjosh pak, ajo nuk ka ardhur me të sulmu ty që ti s'ke, thjesht ti ke qenë duke bëma vetë tu për Selinën, ajo ka ardhur ma ka thënë. Po fliste për ty, tha Stelina, dhe i kam thënë, Greta ma tha kështu, tash nuk e di sa e vërtetë është,